Imagjinoni pak një menaxher në industrinë e shërbimeve. Çdo ditë është një vorbull vendimesh. Të hapësh një kase të dytë kur radha është pafund, të planifikosh stafin për fundjavën, brenda kokës së tyre zhvillohet vazhdimisht një betejë e heshtur. Të gjejmë vendimin absolutisht perfekt apo thjesht atë që funksionon tani. Pikërisht në këtë konflikt do të zhytemi sot dhe do zbulojmë një mënyrë shumë më të mençur për ta menaxhuar këtë betejë të përditshme. Hajde ta bëjmë një pyetje vetes sinqerisht. Nga të gjitha vendimet e marra këtë javë, sa prej tyre ishin vërtet absolutisht optimale? Ai presioni për të qenë perfekt, për të mos gabuar kurrë, është i jashtëzakonshëm. Po a është realisht i mundur? Kjo pyetje nuk është thjesht sa për të kaluar radhën, është thelbi i gjithçkaje që do të zbulojmë së bashku. Shiko, në njërin anë kemi idealin, një mendje e ftohtë, llogaritëse, si një superkompjuter që peshon çdo variabël të mundshëm. Dhe në anën tjetër, realiteti ynë i përditshëm, një menaxher i mbytur në punë, në kaos, që përpiqet të mbajë kokën mbi ujë. Duket sikur këto dy botë i përkasin universive krejt të ndryshme, por ja që ne jetojmë në të dyja njëkohësisht. Pra, për të kuptuar zgjidhjen, së pari duhet bëjmë diçka, duhet të shembim një mit të madh, një ide që na është mësuar prej vitesh, miti i vendimarrjes së përsosur. Do të shohim pse ai modeli klasik ekonomik që na premton zgjidhjen optimale, në fakt dështon në mënyrë spektakolare kur përballet me realitetin e një dite të zakonshme pune. Ja si supozohet të funksionoj, të paktën sipas librave. Hapi 1, identifiko çdo alternativë të vetme që ekziston. Hapi 2, mblidh të gjithë informacionin e mundshëm në univers. Hapi 3, vlerëso çdo pasojë të mundshme. Dhe pastaj, si me magji, zgjidh opsionin e vetëm të përsosur. Vetëm duke thënë me zë të lartë, tingëllon absolutisht raskapicë apo jo? Përfytyroni një menaxher restoranti që po krijon menun e re. Sipas këtij modeli, ai duhet të analizojë mira receta dhe parashikojë trendet e ushqimit për 5 vitet e ardhshme dhe të llogarisë çmimin e domateve në vitin 2028. Realiteti është i thjeshtë dhe brutal. Kjo është thjesht e pamundur. Mirë, por pse dështon ky model? Mos ndoshta faji është yni, jemi dembel apo të paaftë? Po, fituesi i çmimit Nobel Herbert Simon zbuloi se problemi nuk jemi ne. Janë 3 pengesa themelore, 3 mure të realitetit me të cilat përballemi të gjithë çdo ditë. Le t'i shohim me radhë. Pengesa e parë. Koha. Armiku ynë i përjetshëm. Je në një kafene, në orën 8 mëngjesit. Radha ka dalë deri te dera. Nuk ka kohë për analiza statistikore. Duhet hapur kasa e dytë, kush është i radhës. Këtu vendimet maten në sekonda, jo në orë. Veprimi i shpejt fiton mbi analizën e pafund. Së dyti, ne lundrojmë në një det pa qartësie. Menaxheri një fast foodi duhet të vendosë sa mish të shkrijë për darkë. Ai kur nuk mund ta di me 100% siguri sa klient do të vinë. Nëse shkrim pak, humbet shitje, nëse shkrim shumë, hedh para në kosh. Vendimet nuk merren bazuar në siguri, por në mes të pasigurisë. Dhe kufizimi i tretë, ndoshta më i rëndësishmi, është vetmendja jonë. Truri ynë, sado i mrekullueshëm, nuk është një procesor kuantik. Ai lodhet, stresohet, nuk mund të menaxhojë njëkohësisht inventarin, ankesën e një klienti, turnin e stafit dhe një problem në kuzhinë. Të kërkosh optimizim të plot nga një mendje nën presion, është si të kërkosh të mbushësh një gotë me gjithë oqeanin. Okej, pasi e pikturuam këtë tablo disi pesimiste, ka ardhur koha për lajmin e mirë. Herbert Simon nuk u ndal vetëm tek identifikimi i problemit. Ai na dha një qasje krejtësisht të re, një filozofi më të mençur dhe më njerëzore për vendimarrjen, një ide kaq e fuqishme sa i dha çmimin Nobel, koncepti i racionalitetit kufizuar. Dhe ja ku qëndron gjithë bukuria. Ideja nuk është se ne jemi irracional, por se ne jemi realisht racional. Do me thënë, ne luajmë lojën më të mirë të mundshme me letrat që kemi në dorë, koha e kufizuar, informacionit cunguar dhe fuqia jonë mendore. Ky ndryshim i vogël në perspektivë është kaq çlirues, heqja të barrën e pamundur të perfekcionit nga supet tona. Mirë, po si mbi jetojmë e madje lulëzojmë brenda këtyre kufive, duke përdorur heuristika. Tani, lërni mlan fjalën e komplikuar. Mendojeni si rregulla praktike ose rrugë të shkurtra mendore. Për shembull, rregulli i së shtunës mbrëmje. Në vend që të bësh një analizë komplekse të shitjeve, thjesht përdor rregullin e provuar, të shtunave ka gjithmonë fluks, prandaj planifiko staf shtesë. Nuk është perfekte, por është e shpejtë, efikase dhe funksionon 9 herë nga 10. Kjo na sjell në zemër të teorisë së Simonit. Na sjell tek një zgjedhje strategjike që bëjmë çdo ditë. Shpesh pa e kuptuar. A do kërkojmë pafundësisht për më të mirën absolute apo do të përqafojmë fuqinë mjaftueshëm mirë? Kjo strategjia e dytë ka një emër fantastik, satisficing. Këtu kemi përballë dy filozofi të ndryshme.
Nga njëra anë, maximizing është kërkimi pafund për perfeksionin, një proces i ngadalt, analitik, që shpesh na lë të paralizuar nga analiza dhe të mbytur nga stresi. Nga ana tjetër, satisficing është arti të qenit praktik. Qëllimi, të gjesh zgjidhjen e parë që funksionon, që i plotëson kriteret minimale. Është i shpejt, efikas dhe na çliron për të marrë me problemin tjetër. Njëra është ideale për vendimet e mëdha, afatgjata, tjetra është arma sekrete për suksesin e përditshëm. Le ta bëjmë konkrete. Ja një menaxher maximizer që kërkon kamarierin e përsosur. Ai poston njoftimin në 15 platforma, interviston 100 kandidat, i teston për ditë të tëra, procesi zvarritet për javë të tëra. Dhe çfarë ndodh ndërkohë? Tavolinat mbeten pa shërbim, stafi ekzistues minërkohet dhe kandidatët më të mirë, ata tashmë kanë gjetur punë diku tjetër. Kërkimi për perfeksionin sapo sabotoi biznesi. Dhe tani, shikoni magjinë e qasjes Satisfyer. Procesi është elegant në thjeshtësinë e tij. Së pari, përcaktohen 3 kritere thelbësore: miqësor, me përvojë, i gatshëm për fundjavat. Pastaj intervistohen 5-7 kandidat. I pari që i plotëson këto kritere, punësohet. Rezultati, problemi zgjidhet dhe kamarieri i ri fillon punën të hënën. Biznesi ecën përpara, kaq e thjeshtë. Dhe ja ku arrim në një të vërtet thelbësore. Në botën e shpejtë të shërbimeve, satisficing nuk është kompromis. Shpeshherë është strategjia fituese. Pse? Sepse një zgjidhje e mirë sot është pafundësisht më e vlerëshme se një zgjidhje e përsosur që vjen javën tjetër. Kjo qasje na jep shpejtësi, fleksibilitet dhe, me rëndësishmja, na mbron nga stresi i panevojshëm. Mirë, teoria tingëllon fantastike, por pyetja e vërtetë është, si e zbatojmë këtë në jetën tonë të përditshme, duke filluar që nesër? Tani do kalojmë nga teoria në veprim me hapa konkret që mund transformojnë mënyrën si menaxhojmë çdo ditë. Gjithçka nis këtu, me një ndryshim të thellë në mentalitet. Duhet të braktisim atë kulturën e frikës nga gabimi që na shtyn të analizojmë çdo gjë deri në pafundësi. Në vend të saj, duhet të përqafojmë një kulturë veprimi. Motoja e re duhet të jetë vendos shpejt, korrigjo shpejt. Kjo nuk do thotë të jesh i pakujdesshëm, do thotë të jesh agjil, i adaptueshëm dhe gati për të mësuar nga veprimi. Pra, herën tjetër që do të gjendeni përballë një vendimi të vështirë, në vend që të pyesni a është kjo zgjidhja absolutisht më e mira e mundshme, ndaloni dhe bëni këtë pyetje çliruese. A është kjo mjaft e mirë për të ecur përpara dhe a mund ta korrigjoj rrugës nëse është e nevojshme? Kjo nuk është thjesht një pyetje, është një mjet për të rimarrë kontrollin, për të ulur stresin dhe për të marrë vendime më të mençura në botën reale, aty ku perfeksioni është një iluzion dhe progresi është gjithçka. Kjo është fuqia e racionalitetit të kufizuar.